që të krijojmë bashkëpunime, organizime të përbashkëta dhe t'i dhëmë një vlerë të shtuar të gjitha këtyre potencialeve, qofshin kulturore, qofshin historike, por qofshin edhe natyrore, të cilat ne shqiptarët i kemi. Ne do të zgjerojmë këtë edhe me subjekte, organizata tjera turistike, por edhe me komunat e tjera shqiptare, pranë shqiptare. Prishtina është shumë afër, është e lidhur mirë me Shqipërinë, me Malin e Zi, me Maqedoninë e Veriut. Komuna Ulqinit edhe ne kemi, do të thoja, bukuritë, po ofertën e cila i përmbledh shumë dëshira të turizmit. Kapacitetet kemi, asetet kombëtare i kemi, duhet t'i shfrytëzojmë. Ne e dim që turizmi nuk njeh kufi, andaj që të gjithë bashku të bëjmë të mirën e mundshme, që të tërheqim sa më shumë vizitor dhe në këto komuna, por edhe në shtetet tona të kemi një numër sa më të madh të turistëve të cilët do ta frekuentojnë këtë pjesë të Ballkanit. Sidomos tashmë Kosova është në prag të lojrave mesdhetare dhe do të kemi një fluks të shtuar të numrit të vizitorëve dhe shpresoj që të përgatisim, t'ju mundsojmë të gjitha turoperatorëve që të krijojnë paketa të përbashkëta që vizitorët që vinë për lojrat mesdhetare pse mos shkojnë edhe një ditë, 2 ditë në Ulqin, në Strug, në Tiranë, në Durrës dhe në vende të tjera. Dhe qëllimi është që të krijojmë bashkëpunime, organizime të përbashkëta dhe t'i dhëmë një vlerë të shtuar të gjitha këtyre potencialeve, qofshin kulturore, qofshin historike, por qofshin edhe natyrore, të cilat ne shqiptarët i kemi. Ne jemi, le të konsiderojmë veten si anëtarë themelues, sepse unë jam i sigurt që kjo do të zgjerohet. Ne do të zgjerojmë këtë edhe me subjekte, organizata tjera turistike, por edhe me komunat e tjera shqiptare, pranë shqiptare, me qëllim që kjo të jetë një organizat, pra nuk të themi do t'i shoqat, por një organizat kolegjale, pra në mes të privatit apo shoqatave dhe të shtetit, të pushtetit vendor, sepse pa pushtetit vendor, as shoqatat, as organizatat nuk mund të kenë një bashkëpunim të suksesshëm. Prishtina është duke investu shumë edhe në bazë të informatave që kemi vit më vit 30, 35%, 40% vitin e kaluar faktikisht kemi pas ngritje në turizëm. Kemi një kalendar të mrekullueshëm të artit, të kulturës, të eventeve të ndryshme, e tash edhe do të jemi një koncert të lojrave mesdhetare të vitit 2030, edhe ky është një moment i mrekullueshëm jo vetëm për Prishtinën, po për gjithë shqiptarinë. Prandaj Prishtina është shumë afër, është e lidhur mirë me Shqipërinë, me Malin e Zi, me Maqedoninë e Veriut, pra me të gjitha vendet përreth, edhe pse jo mos të shkëmbejmë të gjitha mundësitë për një bashkëpunim të mirëfillt nëpër sfera të ndryshme. Sa i takon turizmit, komuna Ulqinit është një komunë e cila e ka shumë të qartë, që turizmi gjeneron të ardhura dhe zhvillim ekonomik në çdo sferë. Gjeneron edhe eksportin, gjeneron edhe prodhimtarin dhe jemi shumë të lumtur që sot krahas komunës së Strugës, e cila është një hyll turistik. Komuna Ulqinit edhe ne kemi, do të thoja, bukuritë, po ofertën e cila i përmbledh shumë dëshira të turizmit, të pozicionohemi së bashku në ndryshimet e në ardhmen e turizmit, qoftë të rajonit dhe posaçërisht me zonë, që vetë Unioni i Turizmit i Shqipërisë dhe i Kosovës janë partner me 3 bashkit e Strugës, Ulqinit dhe të Prishtinës. Ne që 2 ditë jemi këtu në Prishtinë dhe ndihemi mirë për të prezantuar Strugën si qytet turistik, një ndër margaritaret e turizmit në Maqedoni, i cili sigurisht pjesa dërmuese ju e ka vizituar. Struga ka lumin, drinin e zi, ka liqenin, ka malin, ka tani përfundime si për një pjesë e korridorit 8, aeroportin, çdo rrugë të çon në Strugë. Kapacitetet kemi, asetet kombëtare i kemi, duhet t'i shfrytëzojmë maksimalisht që t'japim më të mirën të mundshme për kombin tonë.